Medalli 25 është dita e parë, ku fillon në 10:30 fillojnë kualifikimet. Të mëngjesit në të paradites tek Parku Olimpik. Tek Parku Olimpik, po. Tek Komuna Paris aty, e din ti. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht që mund të realizohet një event i përmasave të tilla. Derisa të bëhet sfera që në orën 5 starton ceremonia e hapjes, që do jetë një ceremoni e përcjelljes së traditave shqiptare, po edhe i asaj çka vendet kanë sjell tek ky event. Në orën 6 fillojnë gjysmëfinalet dhe çdo ditë ne do kemi finale, që do thotë 5 ditë aktivitet, ne do kemi 5 finale çdo ditë që e bën eventin shumë më drithrues, sepse ndryshe nga europianët dhe botërori, finalet janë është një kohë shkurtër, zhvillohen shumë shpejt. Intensitet është jashtëzakonshëm. Dhe besoj kemi mosha të ndryshme? Jo, kemi pesha të ndryshme? Kemi pesha të ndryshme, kemi 3 stile. Stili lirë starton me 2 ditë e para, është stili i femrave, që është women wrestling, edhe është stili Greco-Romak, që do bëj përmbylljen e aktivitetit. Dhe thash, janë 10 kategori për secilin stil, që gjatë gjithë tyre 5 ditëve do na shoqërojnë me ndeshje dhe finale. Kategori peshë bëhet llaf apo? Po, kategori peshë. Kategori peshë, okay. Sepse është aktiviteti të rritëve, që do thotë senior, nuk kemi grup mosha. Dhe është elita e sportit botëror të mundjes. Kemi pritshmëri me sportistët tanë? Domethënë edhe në disiplinave ndryshme që përmende, qoftë greko-romake, qoftë stili lirë, edhe femra. Unë do përmend 4 emra, që është sigurisht është Zelim Kani, Islami, sepse Qermeni tashmë është i dëmtuar nga dëmtimi dhe finalja e sfumuar e atij botërori që u zhvillua vjet, por do përshëndrohesh tek 2 emra që ne kemi qef tek prodhimi vendas, që është Kevin Kupi, i stili Greco-Romak, po Risia dhe realisht një vajza që unë kam qef ta promovoj, sepse pasioni dhe dëshira saj është mbi normën dhe kalon atë dëshirën e djemve tanë, është Albina Drazhi. Sigurisht që pritshmëritë janë tek ta 4 që të dalin me medalje, edhe shpresoj që pjesa tjetër e ekipit, duke qenë se jemi një ekip në rritje, që do thotë janë 18, 19, 20 vjeçar që po kalojnë në statusin e të rriturve, të përfitojnë nga kjo eksperiencë, që të kemi një mundësi për vazhdimësi për zotëdashme. Biletët për njerëzit që na ndjekin, ku mund të gjenë? A ne dhe mundje nuk i kemi si futboll, ne kemi falas, vetëm hajeni dhe shikoni pak aktivitetin. Është totalisht e hapur. Absolutisht që po. Është një event që unë du ta